do shta në ka i kjo mahret me tregu, jonë dhikret përgjithshme dhe jonë dhikre të lidhura me vepra ose edhe dhikre të lidhura me kohë. Me kohë, a jonë ato dhikre që ka e përmende, mëngjezit e mbrëmjes, pas farzeve me vepra, nëse e shiqojmë, para kësaj me thonë, nëse e shiqojmë jetën e pejgamberit alayhis salam, këtë jetën e ka pas dhikr, edhe nëse analizojmë dhikret, gjitha dhikret janë tauhid i pastër. E kem letë elhamdulillah me hap mburojën e muslimanit, në çdo rrethon, në çdo situatë ka pas dhikr. Si të ngritesh, si të zgjohet njeriu. Elhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Deri te dhikri i fundit, të cilën ja ka mësuar El-Bara ibn Azib, dhe ka thonë letet kjo fjala e fundit para se me fjet, ja ka mësuar dhikrin, merr abdes, i fal 2 rekate, kush vepron kështu, merr abdes, i fal 2 rekate, edhe thot këtë dhikr, nëse vdesën atë natë, do të vdes në natyrshmëri, po do vdes në islam. Pra, prej zimit deri te gjumi, jem përplot me dhikre, çdo rrethon. Fryn era dhikr, bjen shi dhikr, del hana e re dhikr, hyn në treg dhikr, hyn në shtëpi dhikr, del prej shtëpisë dhikr, hyn në toalet dhikr, del dhikr. Çdo rrethon vetëm dhikr. Edhe këto tash këshillat pejgamberit alayhis salatu wassalam. Tuhet kemi telefonat, i ka dhuruar regjia me leje, po pa inkuadrojmë. Alo, mirëdita. Mirëdita. Do shta një pyetje hoxhës me javon? Por nani. Para 1-2 vjete, në shpeta me dilshin bobreca, edhe i masha bobreca të qica për jashtë, edhe kur dilshin për jashtë ato konku heftoft, ata cofshin, e jam bo marak, e kam gjunah që jam bo sebe, po në që jenë cuf ata bobreca. Do të meni përgjigjen pas pak, inshallah, tërhoq në ballat për ndërprej, mund vazhdojmë. S'ka problem. Pra, çdo rrethon dhikr ka, për çdo pozit, për çdo kohë ka dhikr caktume. Pra, dhikret, të përmendojmë, janë ka dhikret të lidhura me kohë, edhe ka dhikret të lidhura me ibadete, edhe ka me vende caktume.